Misteret e mjaltit. Që nga zanafilla e kohës, njerëzit kanë parë në mjalt jo thjesht një ëmbëlsi, por një sekret të mbinatyrshëm, një substancë e artë që nuk prishet kurrë, që ruan jetë, që shëron plagë. Por çfarë misteresh fsheh kjo dhuratë e bletëve? Përgatitu të zbresësh në rrënjët e legjendave, në tempujt e lashtë dhe në tregimet që pa guxojnë t'i tregojnë, sepse ky nuk është një udhëtim në botën e bletëve, por është një hyrje në botën e fshehtë, në botën e mistereve të mjaltit. Legjenda egjiptiane mbi mjaltin. Lotët e Ra, dhurata hyjnore për njerëzimin. Sipas një prej miteve më të vjetër të Egjiptit të lashtë, kur Perëndia e diellit ra qau për njerëzimin, lotët e tij prekën tokën e thatë dhe të nxehtë të shkretëtirës. Por këto nuk ishin lot të zakonshëm, ishin lot hyjnor të ngarkuar me forcën krijuese të një perëndie. Dhe pikërisht aty ndodhi mrekullia. Nga çdo pikë loti lindi një blet. Këto blet fluturuan mbi tokë dhe nisën të mblidhin nektarin e luleve, duke krijuar mjaltin e parë në botë, një eliksir i artë që jo vetëm ushqente, por dhe shëronte. Egjiptianët besonin se mjalti ishte dhuratë hyjnore, një lidhje midis qiellit dhe tokës, mes perëndive dhe njerëzve. Bleta nuk ishte thjesht një insekt, ajo ishte simbol i rilindjes, i jetës së përjetshme dhe rendit hyjnor. Madje faraonët e lashtë përdorin bletën si një nga titujt e tyre mbretëror për të treguar lidhjen e tyre me Perënditë. Në tempujt e lashtë, mjalti përdorej në rituale, në balsamosje të trupave dhe në ofertat ndaj të pavdekshme. Ishte i shenjtë sepse në të rrithej vetë forca e Ras. Tregoja bletëve, sekreti i shenjtë i familjes. Ky rast do t'ju çudisë. Në fshatrat e vjetër të Anglisë, në oborret ku zhurmonin koshere të drujta, një zakon i çuditshëm dhe prekës u trashëgua brez pas brezi. Kur dikush vdiste, dikush tjetër duhet t'u tregonte bletëve lajmin, jo thjesht si një simbolik, por si një ritual i domosdoshëm. Sepse besohej se nëse bletët nuk e dinin, ato do të zemëroheshin dhe do të ndalonin së prodhuari mjalt. Madje mund të braktisnin koshere, ose të vdisnin nga trishtimi. Kushdo që mbante koshere duhet të shkonte vetë tek bletët, të trokisnin butësisht në kosheret e tyre dhe të përshpëritnin. Zoti i shtëpisë ka ndërruar jetë. Ose zonja është martuar. Në disa vende bletëve u vendosej një copë e zezë mbi koshere për të treguar zinë. Në të tjera u ofrohej një gotë verë ose një copë ëmbëlsirë funeralesh për të marrë pjesë në ceremoninë martore. Ishte një ritual i shenjtë, një mënyrë për të pranuar që edhe krijesat më të vogla janë pjesë e familjes së jetës tonë shpirtërore. Sot kjo traditë është harruar nga shumë, por në zemrën e saj qëndron një mesazh i fuqishëm. Asgjë në natyrë nuk është vetëm, të gjithë jemi të lidhur në jetë, në vdekje dhe në rilindje. Ekziston një rast i dokumentuar që ilustron pasojat e mosrespektimit të traditës së tregimit të bletëve pas vdekjes së pronarit të tyre. Rasti i Norfolkut, kur bletët u sëmurën nga trishtimi. Në shekullin e 19, në Norfolk të Anglisë, një familje bleu një koshere bletësh në një ankant pas vdekjes së pronarit të tyre të mëparshëm. Megjithatë, bletët nuk ishin vënë në zi sipas zakonit, pra nuk u ishte treguar për vdekjen e pronarit të tyre. Pas kësaj, bletët u sëmurën, nuk po prodhonin më mjalt. Familja e re e shqetësuar vendosi të lidh një copë të zezë pëlhure në një shkop dhe ta vendos pranë kosherës. Kështu ajo ndoqi traditën e vonuar. Pas këtij veprimi, bletët u qetësuan dhe rifilluan prodhimin e mjaltit, një rezultat që u atribua vendosjes së tyre në zi. Ambrozia, ushqimi i perëndive dhe misteri i mjaltit hyjnor. Në majet e mjerkullat të Olimpit, ekzistonte një ushqim i shenjtë, një eliksir i pavdekësisë që vetëm perëndit guxonin ta shijonin, ambrozia. Përshkrimet e saj tregojnë se ajo ishte e artë, e ëmbël dhe aromatike, dhe pikërisht këtu nis misteri. Shumë historian dhe mitolog, duke analizuar tekstet e lashta, kanë ngritur një pyetje intriguese. A ishte ambrozia në të vërtetë mjalt?
Mjalt, një nektar që nuk prishet kurrë, që ushqen, shëron dhe ruan trupin, një ushqim që edhe sot përdoret në rituale dhe eliksir, që në kulturat e lashta ai ishte një produkt i shenjtë. Në veprat e Homerit, ambrozia përdoret për të lyer trupin e të vdekurve që të mos dekompozoheshin, për të ruajtur të pastër si perëndi. Në të njëjtën mënyrë, mjalti përdoret në Egjipt për balsamosje dhe ruajtje trupash, dhe ndoshta më shumë se një substancë fizike, ambrozia ishte një simbol i pavdekësisë që ndodhe në vetë natyrën, dhe mjalti me vetitë e tij të mrekullueshme ishte porta drejt kësaj pavdekësie. Në kulturat e lashta, mjalti nuk ishte vetëm ushqim, ishte një mesazh nga qielli, një lidhje mes tokës dhe të përjetshmes. Historiani i lashtë Herodot përmend se në disa pjesë të lindjes së mesme, njerëzit i zhytnin trupat në mjalt për t'i ruajtur, një formë natyrale e balsamosje. Ky proces njihet si mellifikacion, nga fjala melli që do të thotë mjalt në latinisht. Madje edhe në disa tekste kineze dhe arabe përshkruhet se mumia e mjaltit ishte një trup i ruajtur për mjeksi apo nderim. Po pse funksiononte kjo? Sepse mjalti ka veti antibakteriale dhe antifungale, ka pH të ulët dhe nuk lejon rritjen e mikroorganizmave. Prandaj është dhe një nga substancat natyrore më të qëndrueshme në planet. Kina e lashtë dhe njeriu i mjaltit. Kjo duket e pabesueshme. Në veprën e famshme mjekësore kineze Benkao Gagmu në shekullin 16, autori Li Shizhen përshkruan një praktikë të njohur si mellifikim, e cila përfshinte ruajtjen e trupit të njeriut në mjalt për qëllime mjekësore. Sipas përshkrimit, disa burra të moshuar në Arabi në prag të vdekjes konsumonin vetëm mjalt dhe laheshin në të. Pas vdekjes, trupat e tyre vendoseshin në arka guri të mbushura me mjalt dhe ruheshin për 100 vjet. Pas kësaj periudhe, trupi i mellifikuar përdoret si ilaç për shërimin e plagëve ose frakturave. Megjithse Li Shizhen shpreh skepticizëm për vërtetësinë e këtij tregimi, ai e përfshin atë në veprën e tij për një studim të mëtejshëm. Përdorimi i mjaltit në rituale funerale. Në rajonin e Ballkanit, veçanërisht në Gjeorgji, arkeologët kanë zbuluar përdorimin e mjaltit në ritualet e lashta funerale. Në një varr 4000 vjeçar në Ananauri janë gjetur objekte të ndryshme si arra, manaferra dhe shporta të mbushura me mjalt. Kjo praktikë kishte për qëllim ruajtjen e ushqimeve dhe ofrimin e tyre si dhurata për të vdekurit në jetën e përtejme. Arkeologu Zurab Makharazde thekson se përdorimi i mjaltit për ruajtjen e objekteve funerale tregon njohuri të avancuara të këtyre kulturave për vetitë konservuese të mjaltit. Si mbretëreshës së dytë, një traditë që vazhdon. Në shtator të vitit 2022, pas vdekjes së mbretëreshës Elisabete II, bletari zyrtar i pallatit mbretëror, John Chappell, ndoqi traditën e lashtë duke informuar bletët për ndarjen nga jeta të zonjës së tyre. Ai vendosi shërita të zi rreth kosherëve dhe u përshpëriti bletëve: "Zonja ka vdekur, por mos u largoni. Mjeshtri juaj i ri do të jetë një mjeshtër i mirë për ju." Kjo traditë e njohur si tregimi i bletëve ka rrënë në supersticione të vjetra që besonin se nëse bletët nuk informoheshin për ngjarje të rëndësishme në familje si vdekja e pronarit, ato mund të ndalonin së prodhuari mjalt ose të largoheshin nga kosheret. Praktika është e njohur në Angli, Wales, Irlandë, Zvicër, Hollandë, Francë, Gjermani dhe një pjesë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ky rast është i dokumentuar dhe i raportuar nga burime të besueshme, duke përfshirë Vanity Fair dhe Wikipedia. Bletët si lajmëtare në mitologjinë kelte. Në mitologjinë kelte, bletët konsideroheshin si krijesa të shenjta të lidhura me botën shpirtërore. Besohej se ato ishin lajmëtare midis botës së gjallëve dhe atyre të vdekurve, duke bartur mesazhe dhe shpirtra përtej kufive të botës fizike. Ky besim u manifestua në traditën e njohur si tregimi i bletëve, Telling the Beast, ku bletarët informonin bletët për ngjarje të rëndësishme si lindje, martesa apo vdekje për të siguruar mirëqenien e kosherës. Mos respektimi i kësaj tradite besohej se sillte pasoja negative si ndalimi i prodhimit të mjaltit apo largimi të bletëve. Meliseus, perëndia e mjaltit.
Në mitologji, Meliseos, që do të thotë bletari ose njeriu i mjaltit, ishte një perëndi rustike e lidhur me mjaltin dhe bletarin. Ai konsiderohej si një nga kuretët mbrojtësit e foshnjës Zeus. Meliseos ishte babai i Nifa, Adrasteja, Ida dhe Althea, të cilat ushqyen dhe mbrojtën Zeusin në fshehtësi nga babai i tij Kronos. Emri i tij lidhet ngushtë me bletët dhe artin e bletarisë, duke reflektuar rëndësinë e mjaltit në kulturë dhe në mitologji. Mjalti ka luajtur një rol të rëndësishëm në traditat dhe besimet popullore, duke u përdorur në rituale të ndryshme që nga lindja, martesa deri te vdekja. Këto praktika pasqyrojnë vlerësimin e thellë që shqiptarët kanë pasur për këtë produkt natyral si simbol i pastërtisë, begatisë dhe mbrojtjes shpirtërore. Lindja dhe fëmijëria. Në disa zona të Shqipërisë, kur lindte një fëmijë, atij i jepej një pikë mjalt për të ruar një jetë të ëmbël dhe për të larguar energjitë negative. Gjatë pagëzimit, në disa komunitete ortodokse, prifti lyente gishtat me mjalt dhe prekte flokët e foshnjës, duke simbolizuar pastërtinë dhe mbrojtjen hyjnore. Martesa dhe jeta familjare. Në dasma tradicionale shqiptare, mjalti përdoret për të bekuar çiftin e ri. Në disa raste, nusja dhe dhëndri konsumonin mjalt për të simbolizuar një jetë të ëmbël dhe të begatshëm së bashku. Gjithashtu, në disa zona gjatë natës së parë të martesës, përgatiteshin petulla të lyer me mjalt, të cilat konsumoheshin nga çifti si shenjë e dashurisë dhe e pjellorisë. Edhe në dasma, sidomos në Shqipërinë e Mesme, nusja kur shkonte në derën e të shoqit, pranë pragut të saj i ofronin një tas me mjalt, ajo lyente gishtat dhe me të lyente derën. Në këtë mënyrë besohej se nusja do të ishte ëmbël dhe do të shkonte jeta me ëmbëlsi në shtëpinë e re. Ritet funerale dhe përkujtimore. Në disa komunitete, mjalti përdoret në rituale për të nderuar të ndjerët, duke simbolizuar kujtimin e ëmbël dhe respektin për jetën e tyre. Në disa raste, ai vendosej në varre ose përdorej në ushqimet e përgatitura për ceremonitë përkujtimore, duke shprehur dëshirën për paqe dhe qetësi për shpirtin e të ndjerit. Kulti i bletës dhe besimet popullore. Bleta konsiderohej një krijesë e shenjtë dhe simbol i punës, i rendit dhe i shpirtit të pastër. Në disa zona besohet se bletët kishin lidhje me botën shpirtërore dhe ishin lajmëtare mes të gjallëve dhe të vdekurve. Në disa komunitete, për të mbrojtur bletët nga syri i keq, vendoseshin objekte mbrojtëse pranë koshereve dhe kryeshin rituale të veçanta për të siguruar mirëqenien e tyre. Gjithashtu, në besimet popullore, kur bleta ngordh, nuk thuhet ngordh, por thuhet vdes. Është i vetmi insekt për të cilit thuhet vdes. Njësoj si njeriu, pra nderimi që i bën populli bletës ka qenë prej shekullt dhe vazhdon të jetë. Këto tradita dhe besime pasqyrojnë rëndësinë e madhe që bletët dhe mjalti kanë patur në kulturën shpirtërore dhe të shqiptarëve ndër shekuj. Sa i vjetër është mjalti i gjetur ndonjëherë? Mjalti më i vjetër i gjetur ndonjëherë është zbuluar në një varr të lashtë egjiptian. Ai besohet të jetë mbi 3000 vjet i vjetër. Arkeologët kanë gjetur kavanosa me mjalt në varrin e faraonit Tutankhamun, të ruajtur për më shumë se 3000 vjeçar dhe çuditërisht mjalti ishte ende i ngrënshëm. Po pse nuk prishet mjalti? Mjalti është nga ato pak ushqime natyrale që nuk skadon kurrë, nëse ruhet siç duhet. Kjo ndodh për shkak të ulët të përqindjes së ujit, aciditetit natyror dhe enzimave që shtojnë bletët. Ai kristalizohet, por kjo është diçka natyrale që mund të zbutet përsëri me një ngrohje të lehtë. Në thelb, një kavanos mjalt mund të ruajë një pjesë të përjetësisë, si një dhuratë e artë nga natyra që nuk plaket kurrë. Duke filluar nga legjendat e lashta deri në ditët e sotme, ky nektar i artë ka udhëtuar përmes kohës si një simbol i lidhjes mes tokës dhe shpirtit,
jetës dhe misterit. Në çdo pikë mjalt fshihet një histori, një kujtim, një besim i lashtë, dhe ndërsa koha ecën, bletët vazhdojnë të punojnë me përkushtim hyjnor, duke na kujtuar se pasuria më e madhe nuk qëndron në ar apo pushtet, por në të thjeshtën, natyroren dhe në të shenjtën që ne kemi harruar ta vlerësojmë. Mjalti nuk është thjesht një ushqim, është trashëgimi, është kujtesë, është urë mes brezash dhe botës. Një pikë mjalt, një pikë pavdeksie. Tani më tregoni, a keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë zakon apo besim në familjen tuaj që lidhet me mjaltin apo bletët? A e përdorni mjaltin në ndonjë ceremoni apo ndonjë rit të veçantë në zonën tuaj? Nëse ke dëgjuar të gjithë videon, do t'ju luteshim të na tregonit në komente se cilët nga këto tradita ju duku më i çuditshëm dhe më prekës. Nëse do të keni një koshere bletësh, a do t'i përshpëritni lajme siç bënin të lashtët? Nëse jeni një adhurues i mjaltit apo i bletëve, ju ftojmë t'i bëni like kësaj video si dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Do t'ju luteshim të bëni subscribe në kanalin ton që të jeni gjithmonë të informuar me video interesante. Mos harroni të shtypni dhe butonin e ziljes për të mos humbur asnjë informacion të vlefshëm.